Presidenti Amerikan Donald Trump e ka shpallur pushimin tremujor në Gaza si një sukses të madh dhe tani dëshiron të kalojë në fazën e dytë të ashtu quajturit plan paqeje. Por çfarë nënkupton suksesi? Që nga tetori, ushtarët izraelit kanë vrarë më shumë se 450 palestinezë, përfshirë të paktën 100 fëmijë. Izraeli ka rrafshuar edhe 2500 ndërtesa të tjera, të fundit nga ato që pak kishin mbetur në këmbë. Ndërkohë, në mes të një katastrofe humanitare të vazhdueshme të orkestruar nga Izraeli përmes bllokadës së ushqimit, ujit, barnave dhe strehimit, dihet se të paktën 8 foshnja kanë ngrirë për vdekje, ndërsa temperaturat e dimrit bien ndjeshëm. Duke shënuar kalimin në fazën e re, Trump njoftoi të premten e kaluar krijimin e një bordi të paqes për të përcaktuar të ardhmen e enklavës. Fjala paqe këtu përdoret pikrisht në të njëjtin kuptim orwellian si anpushim. Nuk bëhet fjalë për t'i dhënë fund vuajtjes së Gazës, bëhet fjalë për krijimin e një kontrolli narrativ në stilin e Big Brotherit, duke shitur si paqe zhdukjen përfundim të jetës palestineze në Gaza, vlerëson Jonathan Cook, gazetar dhe autor britanik. Manipulimi narrativ është se sapo Hamasi të çarmatoset, bordi do të marrë përsipër rindërtimin e Gazës. Supozimi i heshtur është se jeta do t'i kthehet gradualisht normales për të mbijetuarit e gjenocidit 2 vjeçar të kryer nga Izraeli, edhe pse asnjë lider perëndimor nuk e pranon atë si gjenocid, apo nuk shqetësohet të zbulojë sa palestinezë janë vrarë realisht në këtë sulm shkatrues. Por siç do ta shohim, shkruan Cook, paqja nuk është as pak ajo që synon bordi. Ky është një ushtrim cinik, tymnajash dhe mashtrimesh. Termi bord jo vetëm që sugjeron parapëlqimin e Trumpit për gjuhën e biznesit mbi ato të politikës, por gjithashtu nënkupton edhe mundësitë e biznesit që ai synon të nxjerrë nga transformimi i Gazës. Plani i tij është të heqë Kombet e Bashkuara dhe rrjedhimisht komunitetit ndërkombëtar çdo mbikëqyrje mbi fatin e Gazës. Jemi kthyer në kohën e mëkëmbësve. Kolonializmi është sërish i hapur dhe krenar, vlerëson Cook. Prej kohësh disa prej nesh, shkruan Cook, kanë paralemruar se Izraeli dhe SBA i shohin palestinezët si mij laboratorik, si për testimin e armëve dhe teknologjive të mbikëqyrjes, ashtu edhe për ndryshimin e normave të zhvilluara pas luftës së dytë botërore, të cilat kishin për qëllim të parandalonin rikthimin e ideologjive fashiste, militariste dhe ekspansioniste. Arkitektura kyçe ligjore dhe humanitare e ngritur në epokën e pasluftës përfshinte OKB-n dhe institucionet e saj, si Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë dhe Gjykata Ndërkombëtare Penale. Izraeli dhe SBA e testuan këtë sistem deri në shkatrim, që në fillim gjenocidi 2 vjeçar në Gaza, ndërsa Izraeli bombardonte pa dallim shtëpitë, shkollat, spitalet, ndërtesat qeveritare dhe furrat e bukës. Mandati i dytë presidencial i Trumpit e ka çuar këtë agjend në ekstrem. Vetëm këtë muaj, Shtëpia e Bardhë njoftoi se SBA po tërhiqej nga 66 organizata dhe traktate globale, rreth gjysma e tyre të lidhura me OKB-n. Ndërkohë, gjyqtarët dhe prokurorët e Gjykatës Ndërkombëtare Penale janë vënë nën sanksione drakonike amerikane për lëshimin e një urdhër arresti ndaj kryeministit izraelit Benjamin Netanyahu dhe ministrit të tij të mbrojtjes Yoav Gallant. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë, e cila po heton Izraelin për gjenocid, duket se është detyruar të heshtë. Rrëmbimi nga Trump i presidentit Venezuelës Nicolas Maduro dhe synimi i tij i afërt për të marrë në kontroll Grenlandën janë provat mjaftueshme se rendi ndërkombëtar tashmë i çal, i bazuar në rregulla, është coptuar. Si OKB-ja, ashtu edhe NATO, aleanca ashtu quajtur mbrojtëse e perëndimit, janë në prag kolapsi. Presidenti amerikan shpreson që bordi i paqes të jap goditjen përfundimtare, duke zëvendësuar OKB-n dhe sistemin e së drejtës ndërkombëtare që ajo supozohet të mbrojë. Bordi qëndron në zemër të një rendi të ri botror të formësuar sipas imazhit të Trumpit. Miliarderët dhe rrethimi i tyre do të vendosin hapur fatin e kombeve të dopta, mbi bazën e instinkteve grabitçare të elitës së pushtetit për të bërë para. Një diplomat i tha Reutersit, është një OKB e Trumpit që injoron parimet themelore të kartës OKB-s. Prej dekadash, Izraeli ka ndruar këtë moment, ta godas OKB-n dhe institucionet e saj ligjore dhe humanitare. Me një numër rekord rezolutash të OKB-s kundër tij, Izraeli beson se organizata botrore ja ka kufizuar shpesh hapësirën e veprimit. Tani shpreson se Trump do ta lirojë për të përfunduar planin e tij të hershëm për zhdukjen e popullit palestinez nga atdheu i vet. Qëllimi i Izraelit gjatë 2 viteve të fundit ka qenë spastrimi etnik i plot i Gazës. Bombardimi pa dallim synonte të bënte territorin krejtësisht të pabanueshëm. Plani i Trumpit nuk bie ndesh me këtë ambicie. Ai e plotëson atë. Bordi i paqes është mjeti për të arritur destinacionin përfundimtar të dëshiruar nga Izraeli.
vlerëson gazetari britanik Jonathan Cook.